Me përgatitjen me recetën e radhës. Sot po përgatisim një recetë të lehtë dhe shpejt, e cila nuk ju merr më shumë se 10 minuta për ta gatuar. Fillimisht duhet që t'i zijim makaronat. Në një tenxhere me ujë të vluar, ku kam shtuar kryp, vazhdojmë dhe shtojmë makarona. Makarona në total do të përdorim 400 gram. Vazhdojmë dhe i zijim makaronat në zjarr mesatar, diku parafërsisht 7 deri në 8 minuta. Mos i zijeni shumë që t'na besin në dente, sepse do t'i vendosim edhe një herë në furrë. Ndërkohë që makaronat zihen, vazhdojmë dhe e përgatisim salcën. Në një tigan, unë kam shtuar një lugë gjelle me gjalp. Vendosim në zjarr mesatar dhe presim derisa gjalpi të shkrihet. Vazhdojmë tani në tigan që të shtojmë një qep të prerë imët. Bashkë me qepën shtojmë edhe mishin e bluar. Në total, unë po shtoj 400 gram mish të bluar. Në zjarr mesatar, vazhdojmë dhe i skuqim për disa minuta derisa të fërgohen mishi edhe qepa. Tani që mishi është fërguar për disa minuta, ndalojmë zjarrin dhe vazhdojmë që t'i shtojmë brenda erëzat. Të parën do të shtojmë një lugë të mesme me piper të kuq, sepse duam që t'na merr ngjyrë më të bukur mishi. Shtojmë edhe një lugë të vogël me kryp, ose mund shtoni kryp sipas shijeve të juaja, dhe mua më pëlqen që të shtojmë brenda pak kopër të thotë. Nëse nuk keni kopër të thotë, mund ta zëvendësoni me oregano. Përzijeni mirë. Ne tek mishi duhet që të shtojmë salcë domate, nga këto që janë pak më të holla. Në total do të shtojmë një gotë 250 ml. Përzijemi mirë dhe largojmë anësh. Tani edhe makaronat janë zier, vazhdojmë të kullojmë ujin e tepërt nga makaronat dhe t'i shtojmë në tepsi. Tani marrim një tepsi dhe vazhdojmë aty që t'i shtojmë makaronat e ziera. Tani sipër makaronave shtojmë mishin e fërguar. Përzijemi mirë tani me lugë. Tani sipër makaronave shtojmë 250 ml krem pana për gatim. Vazhdojmë tani që sipër ta mbulojmë tërë tepsinë me kashkavall në bërë në rinde. Kashkavall mund përdorni sipas dëshirës dhe shijeve të juaja, mund të shtoni më shumë ose më pak. Unë do të shtoj diku 200 gram me kashkavall. Tani e kemi gati për ta futur në furrë. Furra është e parankrohur mirë në 200 gradë dhe lejojmë brenda që të piqen makaronat edhe për 20 minuta tjera. Dhe të dashur miq, tani makaronat janë gati sapo i kam larguar nga furra. Lejojmë që të ftohen diku parafërsisht 15 minuta përpara se të vazhdojmë dhe t'i shërbejmë.